Vrasja e Klevis Deshi, të riut nga Borrelli që u zhduk në gusht të vitit 2020 dhe u qeti kroposur 2 vite më vonë në një fshat të Kurbinit, është zbardhur pas 5 vite shetime nga prokuroria e posaçme. 2 persona, Saba Nuzi dhe Samet Loka, të dy 31 vjeç, janë vënë në pranga, ndërsa porositësit e dyshuar Aurel Hoxha 36 vjeç dhe Sajmir Kolaveri vijojnë të jenë në kërkim. SPAK ngriti një ser akuzash të rënda ndaj tyre, që nga akmarrja, fsheja dhe azgjësimi i kufomës, pastrimi i produkteve të veprës penale deri te veprat e kryera nga grupi strukturuar kriminal. Hetimet nisën pas transkriptimit të komunikimeve në aplikacionin e koduar SkyECC, ku zbuluan të dhëna kyçe për ekzekutimin dhe fshehjen e trupit të viktimës. Sipas dosjes, vrasja dyshohet se urdhërua nga Aurel Hoxha, i njohur dhe me novkën Aurelinho Kalaveri, si akmarrje për vrasjen e të vëllait Agim Hoxha në vitin 2012. Ky i fundit ishte vrarë nga Arben Deshi, kushëri i Klevisit, ngjarje që ndezi një zinxhir të gjatë hakmarrjesh mes dy fiseve. Në vendimin e GJKK-s që firmosën 4 masa sigurie me kërkesë së SPAK-ut, detajohen se gjatë kontrolleve të zhvilluara në lokalin Monopol në Tiranë, në pronësitë e Aurel Hoxhës, policia gjeti një kasafortë e cila u hap me ndihmën e zjarrfikses. Bastisjet janë kryer edhe në disa qytete të tjera si pjesë e hetimeve për këtë dosje kriminale. Historia e dy fiseve tregon një spirale të pafund gjakmarrjesh. Pas vrasjes së Agim Hoxhës të vitin 2012, një vit më vonë u vra babai i Klevisit, Xhavid Deshi, ndërsa në vitin 2016 Rai vrar vëllait Hajredin Deshi. Në vitin 2020 shënjestur u bë vet Klevisi, i cili u eliminua dhe u zhduk në mënyrë që të mos gjendej kurrë. Për 2 vite e gjysmë më pas, banorët e fshatit Shpërdhet në Kurbin zbuluan mbetjet e tij kockore, që më pas u identifikuan përmes ADN-s nga Instituti i Policisë Shkencore. Saga e gjakmarrjes nuk përfundon aty. Arben Deshi, autori i vrasjes së Agim Hoxhës, që po vuan te burgim të përjetshëm, u ekzekutua në vitin 2023 brenda qelisë së burgut të Peqinit nga Sokol Miacaj, duke lënë dyshime të forta se edhe kjo ngjarje ishte vazhdimi i konfliktit mes dy familjeve. Hetimet e SPAK-ut dhe vendimi i fundit i GJKK-s pritet që të hedhin drejt mbi një prej sagave më të errta të hakmarrjes në vend, ku humbën jetën disa persona në harkun e një dekade, ndërsa autorët e porosisë së fundit ende nuk janë kapur.